شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi të kon Allah subhanahu wa taala. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Radhitja ishte në këtë mënyrë baza e fesë, e argumentimit, asaj që është halal, asaj që është haram, është Kur'ani, fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, mos ndarja e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Kur'ani, për shkak se Kur'ani nuk kuptohet ndryshe përveç se nëpërmjet shpjegimit të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që pastaj edhe hadithi është shpallje prej Allahut subhanahu wa taala, sikur që është Kur'ani, por vetëm me një mënyrë ndryshe që Allah subhanahu wa taala ja kalon mundësinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me i shpreh fjalët dhe ndalimi që Allah subhanahu wa taala e bënte nga përçarja. Kopja për sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të gjithë dhe largimi nga ajo që bën fitne, bën përçarje në mesin e muslimanëve. Dhe vazhdim autori përmend një prej elementeve ose një prej shkaqeve që i çon njerëzit qoftë në devijim të plot, qoftë në smundje të zemrës, qoftë në fesad ose sherr përçarje në mesin e muslimanëve, dhe ajo është shoqërimi me njerëz të këqij. Pasi që e ke kuptu se ne duhet të punojmë sipas asaj që ka thonë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, dhe sipas sqarimit dhe shpjegimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në anën praktike të asaj që Allahu ka thonë në Kur'an, detyrimi që më të buhet të gjithë rreth argumentit ka musliman dhe harami për mos me bë përçarje zarar në mesin e ummetit. Autori përmend argumentet të cilat i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith: mos rrini me njerëz të këqij. Për shkak se njerëzit e këqij ose të bojnë me të smu zemra, dhe zemra nuk smuhet që me të qute mjeku, po smuhet me munafiki, me nifak, me dyftërsi, me tradhti, për shkak se njeriu ndikohet me atë të cilin rrin, ose ai me të cilin rrin bëhet shkak me deviju krejt për fejet, nxjerr një ditë, derisa të nxjerr për feje krejt, ose ai me të cilin rrin të udhëzon ose të çon drejt fitneve, drejt fesadit, drejt sherrit, drejt zararit. Nuk ka dyshim se të partë me të cilët nuk duhet më shoqërua janë ata të cilët bin kundërshtim direkt me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala: wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Nëse i vërin disa njerëz të cilët fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk i marrin për seriozisht, largohu prej tyre, mos rri me ta. Nëse i sheh se flasin jo fjalë respektuese për librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos u shoqëro me ta, mos rri me ta, hatta yakhudhu fi hadithin ghayri, derisa ta ndrojnë temën. Derisa ta ndrojnë temën, nëse janë pabesimtar dhe ki nevojë me ta për çështje biznesi ose për çështje pune ose për çështje ose, nuk ka problem se rri me ta për çështjet e dunjos. Por në momentin që është duke u fol për çështjet e fesë dhe ata për fe folin në mënyrë nënçmuese, ose jo respektuese, ose duhet me i nal nëse ka mundësi, nëse s'ka mundësi duhet më largu.
Innakum idha mithluhum, nëse nuk i ndaloni, ose që s'mundi me ndalue, nuk largoheni prej tyre, atëherë dhe ju jeni si ata. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala ka me të bue munafikët edhe qafirat të gjithë me një vend. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin. Nëse ndodh ndonjëherë i habit, si e qu, si e largu prej tyre, ose si ke ndaluar nëse ke pas mundësi me ndalu, për shkak të harresin këtë rast Allah subhanahu wa ta'ala ja ka përshkru shejtanit. Dhe ka disa raste, njeriu nuk harron vet, po shejtani e shtin me harru. Kjo nuk është e përgjithshme, që me thonë sa të harrosh, në shtini shejtani me harru. Ja, s'është kjo e sakt, por në raste të veçanta, shejtani e bën njeriun me harru. Në veçanti, nëse është çështja për hajr, diçka për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Prej tyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend hadith, kur don më quaj njeriu me fal namazin sabat, shejtani thot, ajt edhe pak se ka vakt. E bën me kalu, derisa tu lindilli veç kur t'ja qëtë gjubit, që tash fale, për tash veç u bovun. Në surën Kehf, Allah subhanahu wa ta'ala tregon tregimin e Musës alayhi salatu wassalam me djaloshin, që Musa alayhi salam ka porosit në udhtim djaloshin me bajt ushqimin, edhe kur të vim të një vend i saktuar na jep ushqimin. Ai djali ka harru, wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura. Edhe ka thënë Musës, shejtani ka bo me harru, se aje ka po peshkun të jes, edhe ka harru që ka me adhon Musës a.s. Edhe në këtë rast, po imma yunsiyannaka shejtan, nëse shejtani të bën me harru, dhe harresa që ta bën shejtani është për një qast, nuk është sigurat që të kemi lodhë për dajma. Kjo harru një herë, ama nuk mund është të me harru gjithë sa të rime qafira po harran, interesat, ata falë zjetër, kjo harran, jo, kjo nuk është kështu. Por, në rast se ndodh në herë me harru, e mos me indalu, nëse ka mundësi me indalu, e nëse s'ka mundësi me indalue, me u largue, fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin, pas që të bin men, i kupitin me mos rribo me ta. Po ashtu thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Nëse ne e kemi zbritet Allahu në Kur'an për juve, që kur të ndëgjoni se me fjalët e Allahut po bëhet kufër, po mohohen fjalët e Allahut, ose po bëhet tallje me to, fala taq'udu ma'ahum, mos rrini me ata, hatta yakhudu fi hadithin ghayri, derisa dalin në një temë tjetër. Innakum idha mithluhum, ju atëre nëse rrini me ta, jeni sigur ata, inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nëse rrini me ata, ju jeni si ata. Kushdo që në prezencën e tij tallet me fjalët e Allahut, dikush tjetër tallet me fjalët e Allahut, dhe ky as nuk e ndalon, as nuk largohet prej tyre, por rrin, tamam, qet, edhe ky është kafir sikur që janë ata. E përsërismi, kushdo që në prezencën e tij tallet me librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me fe, dhe ky mundet me nal, por si ndalon, ose mundet me u largue prej tyre, por nuk largohet, edhe rri çështu, ky është kafir. Innakum idha mithluhum, nëse rrini me ata, ju jeni sikur ata. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah subhanahu wa taala i ka me bashkuar të bue qafirat e munafikat bashk me një vend. Qafirat janë që ata që tallet, e munafikat që ta qenetën. Qysh është e mundshme me net me një vend pa bo kur far reagimi, a njerëzit tu mohaj gore me fjallën e Allah, fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Këtu ka një defekt mrena, këtu është smu zemra, se mos më konë zemra smu, nuk rrinë ashtu. Dhe shpreja të cilën e ka përdorur Allahu subhanahu wa taala, ju jeni sikur ata. Sikur ata, nëse ata e kanë bë kufrin, na s'kemi reagu, ne kemi hesht, ne s'kemi lëviz, atëra edhe ne e kemi dispozitën e atyre nëse ndodhet më konë sikur ata. Fa'rid anhum hatta yahudu fi hadithin ghayri, largohu prej tyre derisa ata të largohen në tema të ndryshme. Gjithmonë mu largu prej tyre edhe mu kthye te neja me ta vetëm kur është që ka në interes pune, për ndryshe, nëse është çështje shoqërimi, nëse është çështje me kaluar kohën e lirë, nëse është çështje me ushetit, me shku dikun, me hangër, me pi, nëse është çështje e bisedës, me dal me nejt me njerëzit, përveç në çështje të davetit, nuk ulet besimtari ma atë që nuk është besimtar. Çështje punës s'ka, çështje biznesi s'ka, davet nuk është i bon, shkarrim ti me të Allah. Cili është ai elementi që ty të shtin me shku me thirr atë, me ul me ta me pi kafe, me ul me ta me hangë një drek. Mos do mi bë davet? Jo. A mos do të lidh puna diçka që kime bën bisedë punë? Jo. E shkar çish e thirr në njëri që nuk është besimtar. Nëse i lexoni fjalët e dietarëve kur kanë fol për mos mu shoqërua me muslimanët, të cilët kanë bidate, kanë devijime, atëre e kuptoni se çka do të thonë më shoqëru me ata të cilët nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala. Për shkak se çfarë do devijimin e këtë pas besimtari musliman që është mrena islamit, ai është vllai i muslimanëve. Ama që se beson Allahun subhanahu wa taala, ai nuk është besimtar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e sakt, el mer'u ala dini khalilihi, njeriu e ka fen e shokit vet. Çfarë feje të kenë shokët e tu, edhe ti ki qësi feje. Falyanzur ahadukum man yukhalil, në të kujdeset secili prej juve kën e ka shok. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që është hasan, njeriu është në fen e shokët vet, el mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil, në të shikon secili prej juve se kën e ka shok. Pse është njeriu në fen e tij? Ka në fen e shokut të tij, ka shumë arsye pse është në fen e shokut të tij. Arsyeja e parë është shoqëria, është me dëshirë. Nuk mundesh me pas që ta kam shok, më kanë dhënë shok me zër. Se s'ta ka dhënë shok me zër kërkush. Dëshira me të keqin automatikisht tregon se edhe ti je i tillë, ti je pajtu me elementet që i ka ai. Me të keqin që e ka ai, me devimin që e ka ai, me kufrin që e ka ai, me gjunat që e ka ai, me. Çështja e dytë, njerëz të cilët kanë qenë ndoshta shumë më të përgatitën se ne, kanë deviju kur janë shoqëruar me njerëzit e deviju. Rastet e tyre Allah subhanahu wa taala e ka sjellë në Kur'an çish në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njerëzit, disa prej njerëzve që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju kanë ndodhur çështje shumë tragjike. Prej tyre një njeri o nis prej Mekë me shku në Medinë me pranu Islamin. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tu shku rrugës u taku me një njeri. Ku po shkon në Medinë? Pse me pranu Islamin? Ikma mos shko, se ky shok i keq. Si diti kush është Muhamedja, se diti kush janë shokët e veta, nuk e diti ata që kanë bëua. Ata kanë ikë pikë më kanë të mirë kishin net Mekë, më kanë të mirë kishin dashur familja vet, më kanë këto. Aja vetë jo du më shkuë, se e kam pa argumente ata. Nëse nuk shkon të jap 100 deve. 100 deve sot kanë çmim shumë të lartë. Në atë kohë që u kon vështirësia, u kon vlera edhe më e madhe. Edhe e këshyr deve, këshyr ka Medinë, këshyr deve, këshyr ka Medinja, Medina s'ka kur gjë, Medina si të shkosh për jam sa shtet diçka me punu. Thot pe marr devet,
plus edhe një kali. To këthy të shpia, ka ra pe kalit e ka coft, o myt, as në shtëpi nuk ja ka mundsu Allah subhanahu wa taala me çuçi ato që i ka marr. Për çka i ke marr? Për fe, për me lënë fe. Edhe këtë ditën e Kiametit thot la ya laitani takhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, amire unë më kon të kisha shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, mos ta kisha pas shok filonin. Po pse ke bosh shok? Të ka thënë Allah mos u bosh shok me ta. Atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos u bosh shok me ta. Pse shkojshe? Dhe një prej çështjeve të cilat ne duhet me i përmirësu. Një herë si ta lexoj që ka thonë Allah, mos lip më argumente shtesë, me forcu halo, se ma e fort mos s'ki ku e qënë. Atë ka thonë Allah, o, mos rri me ta. Pasha Allah, nëse rri me ta kemi apo shirin Kiamet. Edhe pse kemi apo shirin në dunjë, ama zararin e madh ja shef ditën e Kiametit. Kur të shef zararin e madh, me pas ditë, jalla ke ditë bëll mirë. Se të ka kallëzu Allah në Kur'an, e të ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Kur janë të devijimet, përveç atyre të cilët janë mushrikin qufar, ata shoqërimi me ta është kategoria e keqe e shoqërimit me ta, përveç atyre të cilët nuk e luftojnë islamin dhe nuk e luftojnë muslimanët, s'ka problem me u sill mirë me ta, dhe sjellja e mirë nuk do të thonë që e ki njërin shok. Edukata, sjellja, dhurata, gjona që i bën njerit, s'do të thonë që e ki shok. Kjo lejohet për ata të cilët nuk janë besimtar, me kush që ata mos jetë na bën zarar neve, se ata bën zarar neve na jep aty me çokoladë. Ata ashtu s'bën. Ama nëse njëri është kafir, kufrin e vet, s'do më besue, s'ka problem. Për këtë ka më dhënë llogaritë Allah. Ti je besimtar, nuk ka problem me bë mirë atina, po. Të bënë mirë ndaj tina nuk do të thonë që ti këta e ki shok. Pastaj edhe më keq ata po thonë që këna vllosë të kishton shok, hajt edhe pse ashtu s'bën hiç, atë. Po vlla ki është e vërtet, ti edhe ata jeni vllazni, edhe kufri është këtë vllazni janë, edhe muslimanët këtë vllazni janë, s'ka problem. Ju keni vllaznitë juve, na kemi vllaznitë tonë. Kjo çështja është qartë e ditur. Tash kur rrin me ata të cilët edhe nëse nuk janë pa besimtar, janë musliman, por në vetet e tyre kanë devijime të shumta. Rreziku me të pëlqyer ty devijimet e tyre është i madh. Një ditë ai ti shpjegon disa argumente, një ditë disa argumente tjera, një ditë. Ti nuk je me ata që ti shpjegojnë argumentet e sakta, edhe fillojnë me të pëlqyer argumentet e tyre. Ka njerëz të cilët në historinë e muslimanëve kanë qenë dietar të sunetit. Kur janë martuar me gra të cilat kanë qenë të devijuara, kanë devijuar edhe këta. Kur janë shoqëruar me disa të menuar hajt mos bëj debat, më të kallëzoj argumentin, janë kthyer në bosë sikur ata. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka fol për rrezikun e devijimit, rreziku i devijimit më i madh për ummetin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është rreziku i Dejjallit. Se Dejjalli është mashtruesi më i madh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositur në hadith, nëse jeni gjallë kur vjen Dejjalli, ikni, mos shkoni as me pa hiç, as me... Dhe dikush nisë thotë, jo, në shkoj thon Dejjalli, çure ku ka thonë Allah në Kur'an, që ku ka thonë pejgamberi në hadith, i shkon te Dejjalli e mashtron bëhet kafir. Atë ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse shfaqet Dejjalli, të kon ti gjallë, ik pitina, mos u tako. Po, ik, mos u tako. Jo, unë po bëj davet. Po atë ka thonë ti pejgamberi sa më shko, bëni davet Dejjallit ta? Dejjalli është mashtrues. Është rëndës. Për këtë edhe quhet Dejjall. Ama është mashtrues i madh, me fuqi të mëdha të mashtrimit. Edhe krejt tjerët që rren, a janë Dejjalla, ama janë Dejjalla të vogël. Këtë grupet e devijume, njerëzit prisit, dietarët e grupeve të devijume janë Dejjalla, po janë Dejjalla të vogël. Pejgamberi sa më ka thonë muslimat atë mollin, ti dush me ditë as më të mollin, as më të këtë voglin. Se ky veç është qasi rrenci, veç nuk e ka fuqinë me ta prunë tyje xhenetin shekaj, nuk e ka fuqinë me prunë shiun që shekaj Dejjalli, nuk ka mundësinë me të ngjallë dekurit që ka Dejjalli, nuk e ka mundësinë me të bëj fukara, ama ai do mundësi tjera i ka. Edhe ai do parë të jep, edhe ai do poste të jep, edhe ai do i ka do më të vogla, Dejjalli i vogël, mundësitë e vogla, Dejjalli i madh mundësitë e mëdha. Largoni prej tynve. Kjo është person për person. Përmendëm para
2 ose 3 ligjëratave. Nëse nuk mundesh me ndihmu grupin e shpëtuar, mos i ndihmo kërkuna hiç. Rri. Nëse nuk mundesh me u shoqëru me njerëzit e dur, mos u shoqëro më kërkon. Çka zgjidhja? Rri, të shpjegoj të rri pra? Hiç mos u shoqëro më kërkon hiç. Nëse ki vllazni të mirë, musliman, dhe ka nuk mundet më konë bota pa pas, të tillë, shoqëro me ta. Me ata tjerë mos u shoqëro. Nëse s'ka, rri mos u shoqëro më kërkon Allah se nuk është paqare me pas shok dikon. Rri të shtëpia. Falni 5 vakte namaz të shtëpia jote, agjëro kur vjen koha, zeqat hax nëse ka mundësi, kemi jenë xhenet me çkaç. Në hadithin e sakt ka ardhur sahabiu te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur kodrave larg, oj dërgumi Allah, çam ka urdhëruar Allah me namaz 5 vakte. Ma shumë ako, ja s'ka, veç se dush vet. Çka ka urdhëruar Allah me xhirim? Një muaj Ramazan, ma shumë ako, ja s'ka, veç se dush vet. Çam ka urdhëruar me zeqat, 2.5%, ma shumë ako, ja, veç se dush vet. Haxhi, një herë në jetë, ma shumë, a kom të obligim, ja, veç se dush vet, vullnetarisht. Ka thonë pejgamberi, sahabiu ka thonë pejgamberi sa betom në Allah subhanahu wa taala, as nuk kam më shtue, as nuk kam më paksu kur gjë. Ç'është shumë tha, edhe shkoj. Pejgamberi sa tu shkuat te arena ka thonë kam më shpëtue, kam më hin xhenet nëse e iman çashtu çish tha. U fal, ka xhiru. E ka dhënë zeqatin, e ka kryer haxhin, nuk u përzime. Se kufri vjen kur përzihesh, devijimi vjen kur ja nis me u përzime njerëzit të cilët e zbukurojnë kufrin ose e zbukurojnë gjënohun ose e zbukurojnë të tjerat. Në hadithin e saktë gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka folur për njerëzit të cilët shoqërinë e keqe e ka pruar shembullin atyre të cilët janë në anije. Shoqëria e keqe e prish anijen poshtë, edhe ti tukon i mirë fundosesh pejnalti. Shoqëria e keqe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka krahasu, e ka bën shembull sikur me atë që nëse rri ti jep erë të keqe, ti djeg teshat, kur gjë, hajr për ti na sikur gjësh, veç ki e shef. Shoqënia e mirë është shoqënia e muslimanëve. Tash nëse ne kujdesemi, nëse ti nuk je njeri i mirë, unë sri me ty, ky vëlla sri me ty, ky vëlla sri me ty, ky sri me ty, sri me ty, me kon ki maneti. Është një formë edukative për ata të cilët nuk janë të mirë, edhe nëse janë mesin e muslimanëve. Nëse ti je i mirë, ai rri me ty, tjetri u bë shoqënia e mirë. Atëherë shoqënia e mirë ka i vjen devijimi. Njerëz që bin rrena, e që bojnë munafikia, e që bojnë fitne, e që bojnë trazira s'ka, se i kanë largu. Atëherë çu shin trazirat e këta? Shifni në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë shkak për me hije sahabët në trazira në mëzveti, nuk i mbo sahabët. I mbo dikush që u konë aty, ama nuk u konë prej sahabëve, u konë munafik. Ty sinqer për hitë Allahut, ky sinqer për hitë Allahut, ky sinqer për hitë Allahut, ama s'moni me bo mirë, ja s'është e mundshme kjo. Këtu dikush nuk është i sinqerti këtu. Ti e don hajrin, ky e don hajrin krejt, ama nuk e di punë për shkojnë shtremt. Ja, punë nuk është e mundshme. Këtu është dikush që e ka prish atë që ka lip Allah dhe atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë besimtari duhet më kujdes në një. Më kujdes për mos më shoqëru me ata të cilët nuk janë besimtar, në veçanti në rastet kur ata flasin në atë që është kundërshtim me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se nëse rrin me ta, edhe në atë kohë janë pa besimtar. Çështja e dytë, nëse ka edhe vllazni musliman, të cilët kanë elemente të devijimit, me i izolue sa më tepër, në mënyrë që ose të përmirësohen ata, edhe është mirë për ta, nëse ata s'përmirësohen, bile na pështojmë prej shirrit e tyre. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.